Blu Televizion rikthehet në zonën e Zvërnecit, aty ku problematika avion të mbetet prezent prej ditësh. Për qytetarë dhe pushues që zgjedhin të kalojnë një ditë të qetë pranë plazhit të Zvërnecit, është bërë thuajse pamundur të hyjnë në këtë zonë për shkak të bllokimit të rrugës nga prezenca e ujit. Situata avion gati prej një jave, ndërsa zgjidhja ende duket e largët. Prej disa ditësh rruga kryesore që të çon drejt plazhit të Zvërnecit është përmbytur, duke krijuar vështirësi serioze në qarkullim. Uji ka mbuluar segmentet kryesore të rrugës, duke e bërë të pakalueshme për automjete dhe të rrezikshme për këmbësorët. Banorët thonë se kjo nuk është hera e parë që përballen me këtë problem, por këtë radhë situata është zgjatur më shumë se zakonisht. Për të gjithë qytetarët apo turistët të cilët duan të vizitojnë zonën e Zvërnecit edhe jashtë sezonit turistik e kanë të pamundur. Prej një jave, kjo rrugë që shikoni mbrapa krave të mi është e bllokuar nga prezenca e madhe e ujit. Rreshtet të dëndura të shiut, por dhe mos funksionimi i kanaleve kulluese ka bërë që rruga të jetë e pa aksesueshme dhe përpasoj një automjet ka mbetur i bllokuar që prej mbrëmjes së djeshme. Ndërkohë që kjo është kronika e disat që Blu Televizion raporton lidhur mbi situatën, megjithatë problemi vijon të jetë prezent duke rënë në vesh të shurdhët. Pushuesit të cilët shpesh e zgjedhin Zvërnecin për qetësinë dhe natyrën janë detyruar të kthehen pas, pasi rruga është e bllokuar totalisht. Vështirësitë në kalimin e automjeteve në zonë, madje edhe të bllokuara në mes të rrugës për shkak të situatës së krijuar. Ajo çfarë kërkohet është padyshim ndërhyrje emergjente nga institucionet në një zonë që ka se çfarë të ofrojë edhe përtej sezonit turistik, qetësinë dhe relaksin.